A keni ndaluar ndonjëherë të mendoni pse ndonjëherë merrni një vendim sa hap e mbyll syt, ndërsa herë të tjera ju duhet të uleni dhe të mendojeni thellë? Po, përgjigjja është shumë e interesante nga sa imagjinoni. Brenda trurit të secilit prej nesh nuk kemi vetëm një, por dy mendje të fuqishme, të cilat shpesh janë në një betejë të heshtur me njëra tjetrën. Sot do t'i zbulojmë pikërisht ato. Për ta kuptuar këtë ide, le të kthehemi pas në kohë. Në një studim vërtet interesant të vitit 2013 në Universitetin Vanderbilt, studiuesit mblodhën një grup daktilografistësh ekspert, pra njerëz që kishin kaluar gjithë jetën duke shkruar me një shpejtësi të jashtëzakonshme, dhe kur themi të shpejt, e kemi fjalën për një mesatare prej 72 fjalësh në minutë. Gishtat e tyre thjesht fluturonin mbi tastier me një saktësi dhe shpejtësi që dukej pothuajse mbi natyrshme, një aftësi e fituar pas vitesh e vitesh praktike. Dhe pastaj, studiuesit bën diçka të thjesht por geniale. U dhan këtyre mjeshtrave një tastier të zakonshme, por me një ndryshim të vogël, të gjitha shkronjat ishin fshirë. Detyra ishte e qartë, na tregoni ku ndodhet secila shkronjë. Rezultati? Ishte tronditës. Mesatarisht, ata arritën të gjenin sakt vetëm pak më shumë se gjysmën e tasteve, vetëm 57%. Si ka mundësi? Gishtat e tyre e dinin rrugën në mënyrë perfekte, por mendja e tyre e ndërgjeshme ishte pothuajse e verbër. Ky mister na çon drejtën e zemër të temës sonë. Paradoksi i daktilografistit, në fakt, zbulon një të vërtet themelore për mënyrën se si funksionon truri ynë. Nuk kemi vetëm një sistem operativ. Kemi dy motor të ndryshëm që punojnë njëkohësisht, secili me rregullat dhe aftësitë e veta. Dhe duhet thënë, kjo ide nuk është as pak e re. Përkundrazi, për shekuj me radhë, mendimtarët më të mëdhenj e kanë vrejtur këtë dualitet. Aristoteli e shihte si një ndarje mes mendjes dhe shpirtit. Freudi e përshkruaj si një betejë të brendshme midis idit ton impulsiv dhe egos racionale. Të gjithë po shihnin të njëjtën gjë, një tension thelbësor në zemër të eksperiencës njerëzore. Sot, psikologjia moderne i ka dhënë një emër dhe një strukturë kësaj ideje, modeli i dy sistemeve. Dhe këto terma, sistemi 1 dhe sistemi 2, u bën të famshëm në të gjithë botën nga nobelisti Daniel Kahneman, puna e të cilit revolucionarizoi mënyrën se si e kuptojmë mendjen. Mirë, atëherë le të zhytemi më thellë. Është koha t'i takojmë këta dy personazhe që jetojnë brenda kokës sonë. Ata janë protagonistët e çdo mendimi, gjykimi dhe vendimi që marrim çdo ditë. Këtu i kemi përballë njëri tjetrit. Në njërin anë kemi sistemi 1. Ky është heroi ynë intuitiv, i shpejtë si rrufeja. Është reagimi i parë, instinkti, ndjenja e brendshme. Ai punon automatikisht, pa mundim, si një pilot automatik super i sofistikuar. Përballë tij qëndron sistemi 2. Ky është mendimtari i ngadalt, analitiku i ndërgjegjshëm. Është zëri i arsyes që peshon opsionet, bën llogaritje dhe kërkon përqendrim dhe energji. Por ja ku bëhet vërtet interesante. Marrëdhënia atyre nuk është gjithmonë një luftë. Në fakt, një nga aspektet më të bukura është se sistemi 2, pra mendja jone ndërgjegjshme, mund të veprojë si një trajner personal për sistemin 1. Ky proces ilustrohet në mënyrë perfekte kur mësojmë të japim makinës. Kujtoni pak herën e parë pas timonit. Çdo lëvizje, frenimi, ndërrimi i marsheve, kontrolli i pasqyrave ishte një detyrë e rëndë dhe vetëdijshme për sistemin 2. Por me qindra përsëritje, diçka magjike ndodh. Detyra i transferohet sistemit 1. Tani, ngarja e makinës është kaq automatike sa që mund të bisedojmë, të dëgjojmë muzikë, ndërkohë që instinktet tona na mbajnë në rrugë. Sistemi 2 e ka trajnuar me sukses sistemi 1. Pra, pam se si bashkëpunojnë. Por, çfarë ndodh kur ata përplasen? Sepse pikërisht në këto momente konflikti, ne mund të shohim se si shkurtesat mendore të sistemit 1 mund të na çojnë në drejtimin e gabuar. Mirë, le ta provojmë. Kjo është një pyetje klasike nga testi i reflektimit kognitiv. Dëgjojeni me vëmendje dhe thjesht kapni përgjigjen e parë që ju vjen në mendje. Mos e analizoni shumë, thjesht përgjigjen e parë. Ndaloni për një moment, me shumë gjasa një numër u shfaq menjëherë në mendjen tuaj pas një përpjekje. Për shumicën ndërmuese të njerëzve, ai numër është 10 cent, apo jo? Ky është sistemi 1 në veprim duke ofruar një përgjigje të shpejtë dhe intuitive. Por ja ku është kurthi. Ajo përgjigje që duket kaq e qartë dhe vetkuptueshme është e pasaktë. Kjo është një demonstrim perfekt i anës së errët të sistemit 1. Shpejtësia e tij ndonjëherë sakrifikon saktësinë. Për të gjetur përgjigjen e saktë, duhet të ndodhë diçka tjetër. Sistemi 2 duhet të zgjohet, të marrë kontrollin, të bëjë matematikën dhe të anulojë impulsin e parë të sistemit 1.
Nëse shkopi kushton $1 më shumë se topi, atëherë topi kushton 5 cent dhe shkopi $1.05. Ky moment kur ndërhyn mendja e ndërgjegjshme është thelbësor. Pra, sistemi 2 mund të veprojë si një mbikëqyrës i kujdesshëm, por çfarë ndodh kur ky mbikëqyrës është i shpërqendruar, i mbingarkuar ose thjesht i lodhur? Për t'ju përgjigjur kësaj, le t'i hedhim një sy një eksperimenti tjetër klasik. Imagjinoni sikur jeni pjesëmarrës. Ju ofrohet një zgjedhje, një copë tortë çokolate tunduese ose një sallatë frutash e shëndetshme. Por ka një klecke. Para se të zgjidhni, ju kërkohet të mbani mend një numër për disa minuta. Dhe këtu rezultatet flasin vetë. Grupit parë ju dha një numër i lehtë me 2 shifra, grupit dytë një numër i vështirë me 7 shifra. Dhe shikoni ndryshimin dramatik. Kur sistemi 2 ishte i zënë duke u përpjekur të mbante mend numrin e gjatë, 63% e njerëzve zgjodhën tortën, duke ju dorëzuar impulsit. Një rritje e jashtëzakonshme krahasuar me 41% në grupin tjetër. Ky fenomen njihet si neglizhencë. Mendojni sistemin 2 si një muskull. Kur e përdorni shumë, ai lodhet. Dhe kur është i lodhur, ai thjesht nuk ka më forcë për të frenuar dëshirat e para dhe më primitive të sistemit 1. Ai e neglizhon detyrën e tij si roja e arsyes. Duke njohur këtë dinamik të brendshme, çfarë mësojmë realisht? Si mund ta përdorim këtë njohuri për të marrë vendime më të mira në jetën tonë? Pra, le t'i përmbledhim. Brenda nesh ekzistojnë 2 mënyra të menduarit. Njëra automatike dhe instinktive, tjetra e ngadalë dhe logjike. Përmes praktikës ne mund të transferojmë aftësi komplekse nga mendja jonë e ndërgjegjshme te ajo automatike. Megjithatë, duhet të jemi të vetëdijshëm se shpejtësia e sistemit 1 vjen me rrezikun e gabimeve, dhe se kur jemi të lodhur mendorisht, jemi më të prirur ndaj tundimeve. Të kuptuarit e këtij baleti të brendshëm është çelësi për vetkontrollin. Kjo do të thotë se ndjenja jone një uni të vetëm dhe të qëndrueshëm është në një farë mënyre një iluzion. Ajo që ne e quajmë mendja jonë është në fakt një bashkëbisedim i vazhdueshëm e ndonjëherë një debat i nxehtë mes këtyre 2 sistemeve të jashtëzakonshme. Pra, herën tjetër, kur do të përballeni me një zgjedhje, qoftë e madhe apo e vogël, ndaloni për një çast. Pyeteni veten, apo flet instinkti i shpejtë i sistemit 1, apo po jepet hapësira arsyes së matur të sistemit 2 për të analizuar. Të dish se kush është në timon mund të ndryshojë gjithçka.